Gjuha krijon realitete shoqërore. Mënyra që flasim mund të sinjalizojë përkatësinë, mund të sinjalizojë mosbindje, mund të jetë një shenjë të pushtetit. Domethënë janë gjithë këto aktet ose vepra shoqërore që bëhen me anë të gjuhës. Një antropolog e gjuhës studion se si funksionojnë këto. Sa është bota e pavarur nga gjuha dhe sa është gjuha që e bën botën. Dhe përgjigjja është më shumë që shkon në të dyja drejtimet, sepse ne kemi një botë reale përballë, po na vjen pak si jo 100% e përcaktuar. Ju jeni dhe mësuese e jogas. Ideja e udhëtimit brenda vetes, e transformimit individual, tingëllon pak në konflikt me këtë gjë tjetër që ti promovon, më thënë përpjekjen kolektive, ndërgjegjësimin, ndërlidhime të përbashkëta. Emancipimi vjen kur ti e kupton që nuk je e ndar nga të tjerët. Kështu që në një rrugëtim shpirtëror që unë e quaj të vërtet, patjetër që ti mendon për të tjerët, nuk mendon vetëm për veten tënde. Kerian Morgan, mirë se vjen në apostrof. Mirë se të gjeti dhe faleminderit për ftesën. Kam menduar prej kohësh të ftoj në fakt, po të flas me ti. Ne nuk është se jemi takuar më përpara, po nga që ndiqe. Me ti, sepse në shqip s'para përdorim shumë. Është ka dalë nga moda. Kam menduar të ftoj shumë kohë më përpara, por e kam patur të vështirë të ndaja temën për të cilën do flisnim, se ti bën aq shumë gjëra sa që nuk dija për ku të përqendrohesha më përpara. Antropologe gjuhësore, lingviste, mësuese e jogës, je goxhezëshme edhe në çështje politike, në kauza politike. Po para se të flasim për të gjitha këto, jam kurioz si përfundon një amerikane duke jetuar në Shqipëri. Se trendi të paktën deri kohët e fundit ka qenë janë asjellti, domethënë shqiptarë që shkonin për të jetuar jashtë dhe në Amerikë. Po në ato vite që kam ardhur këtu në Shqipëri ashtu ishte trendi. Gjithsesi mendoj është duke ndryshuar një çik, domethënë vërem shumë shqiptarë që kthehen, edhe po vinë edhe më shumë të huaj. Por unë kam ardhur në 2009 për herë të parë, edhe isha pjesë e një organizate që quhet Korpusi i Paqes, që është nga shteti amerikan që çojnë amerikanët në vende të ndryshme të botës për të punuar si vullnetar. Unë e bëj me thonjë sepse nuk është që është komplet pa pagesë. Ti merr një pagesë edhe ideja është që të jetosh me standardin e vendit ku shkon. Domethënë jo të vish në Shqipëri edhe të kesh një rrogë si këta nomade digjitale që na vinë në Tiranë sot, edhe të jetojmë me një standard tjetër, po të jetosh me standardin e vendit, domethënë. Edhe kjo ishte fillimi, le të themi. Pastaj se si rodhën gjërat edhe përfundova këtu 17 vite më vonë është histori e gjatë, por nëpërmjet profesioneve që kam, besoj më kanë vazhduar të tërhiqin në Shqipëri. Ishte rastësia apo e zgjodhe vetë të vje këtu? Ishte rastësi, se në atë moment unë sa kishe mbaruar shkollën e lartë edhe nuk kishe asnjë kokër lek, edhe mundësi e vetme për të patur një eksperiencë jashtë Amerikës ishte për të regjistruar me Korpusin e Paqes edhe organizata vet vendoste ku do shkoja. Kështu që përfundova në Shqipëri si rastësi. Jam kurioz si ka qenë reagimi i familjarëve, i të afërmve, i shoqërisë tënde kur në momentin e parë që ke thënë që po shkoj në Shqipëri. Do të thënë sa e dini sa kishin dëgjuar që ekziston ky vend dhe sa ishin. Me thënë drejtën, ka shumë kohë, nuk e mbaj mend fiks si ka qenë reagimi, përveç si të them, ishin mësuar pak me tipin tim që bëja gjëra e ndryshe, domethënë jo si gjithë të tjerët që doje të eksploroje, doje të shkoje diku edhe këto janë gjëra që bën Keri. Nuk e mbaj mend a kanë ditur Shqipërinë apo jo. Ka patur ndonjë gjë që të ka befasuar në fillim kur ke ardhur? Se të kam ndjekur në një intervistë tjetër, për para një viti më duket, që përmendë që ke jetuar në Lushnjë, ke ardhur për të parë. Do të thënë si ka qenë ky kalimi, do të thënë ose ardhja nga një vend aq i madh, një vend më të vogël në një qytet akoma më të vogël. Unë në fakt në fillim fare kam jetuar në një fshat afër Elbasanit, për 3 muaj për trajnimin e Korpusit të Paqes, që na kishin një program për gjuhën shqipe edhe jetoni me familje shqiptare, me idenë që ti mëson gjuhën më mirë duke jetuar me familje. Dhe pastaj kam shkuar në Lushnjë. Besoj një nga gjërat që më ka befasuar duke ardhur nga një shoqëri goxha individualiste, shqiptarët janë njësh për tu mobilizuar kur ke një hall konkret, diçka shumë konkret për të zgjidhur. Ti thu një shoqe, ajo thot shoqes tjetër edhe fillon gjithë rreti aktivizohet për të ndihmuar për të zgjidhur këtë hallin. Edhe ishte një gjë që vërtet akoma sot e kësaj dite më mrekullon. Domethënë, edhe është një gjë goxha
mbase lindë nga nevoja, po është goxha komunitare. Domethënë edhe e shoh si një nga vlerat e Shqipërisë, domethënë nga gjërat që ma kanë mbajtur këtu. Është e vërtet kjo që thua që kur ke një problem konkret dhe ja thua dikujt, është i gjithë rrethi jot që mobilizohet për të ndihmuar. Po personalisht më duket sikur ky mobilizim nuk është se përkthehet në çështje më të mëdha, domethënë nuk është se del jashtë atij rrethit familjar ose rrethit të ngushtë shoqëror. Po, duhet të ketë një aspekt personal, le të themi, domethënë një person që ti e ndjen që keni lidhje. Jam dakord që nuk përkthehet gjithmonë për shembull në manifestime më të mëdha që ti del në protestë për një kauzë ose një çështje caktuar. Është e vërtet. Por është një praktikë që mbase nëse mendojmë në mënyrë kritike edhe pak më të thellë mund të përdoret për të kthyer tek çështje më të mëdha. Domethënë nëse e përdorim në mënyrën e saktë. Nuk është që unë kam gjetur akoma atë. Po mbase sepse ti e kishe këtë edhe si pyetje diku. Edhe hapësirët e jogës janë hapësirët ku ti ti edhe shpreh qendrime politike, në të njëjtin kohë që jep jogë dhe merret me botën shpirtërore. Kjo mbasi është sepse në fakt unë i shikoj këto dy gjëra si shumë të lidhur në një koncept të përbashkët që është emancipim. Edhe praktike shpirtërore, paktën në thelb, kërkojnë një lloj emancipim i njerëzit. Edhe politika kur është i saktë, është duke kërkuar emancipimin e njerëzve. Edhe mendoj që është një hapësirë ku meqenëse njerëzit në botën shpirtërore janë pak mbase ndonjëherë të tërhequr ndaj politikës, mund të fillosh të flasësh pak për këtë lidhje, që njerëzit të shohin që ka një lloj lidhje, sepse eksperjenca e tyre me politikën mund të jetë diçka negative vetëm me dy partitë edhe ato që i quajnë protestë që duhet një fjalë tjetër sepse nuk janë protestë, vetëm protestë nuk janë. Edhe mund të fillosh ti i tregosh se si lidhen këto dy gjëra me anë të emancipimit. Sepse nëse bota shpirtërore thotë ne jemi një, ka oneness. Politika është një lloj veprim drejt asaj vlerës. Ju jeni antropologe gjuhësore dhe sociolinguiste. Për të gjithë ata që mund të mos i kenë dëgjuar këto fjalë, këto terma më përpara, si do ta shpjegoni çfarë bën realisht një antropolog gjuhësor? Ku dallon nga një antropolog tjetër i zakonshëm dhe ku dallon dhe nga një linguist? Nëse një linguist merret me strukturët abstrakte të gjuhës, siç mund të jetë fonologjia, morfologjia, sintaksa, semantika, edhe një antropolog merret me kulturën ose praktikët kulturore dhe strukturët e shoqërisë. Një antropolog i gjuhës ose antropolog e gjuhësore i bashkon këto të dy. Shef se si strukturët gjuhësore janë në thelb edhe strukturë shoqërore, edhe gjuha krijon realitete shoqërore me ato strukturët e veta. Për të bërë pak më konkrete, domethënë mënyra që flasim mund të sinjalizoj përkatësinë. Mund të sinjalizojë mosbindje. Mund të jetë një shenjë të pushtetit. Domethënë janë gjithë këto aktet ose vepra shoqërore që bëhen me anë të gjuhës. Dhe një antropologe e gjuhës studion se si funksionojnë këto, sepse shpesh herë funksionojnë edhe në mënyrë jo komplet e vetëdijshme. Pra janë gjëra që i përvetësojmë, sepse gjuha është diçka zakonore, është një praktikë e përsëritur në përditshmërinë në mënyrë që nuk jemi gjithmonë të vetëdijshme për efektet e saj dhe strukturët e saj. Jam kurioz çfarë kërkoni më konkretisht kur jeni duke studiuar gjuhën e një komuniteti të caktuar. Nëse mund marrim si shembull Shqipërinë, po në një shtet ose një komunitet tjetër. Në ka një mënyrë pak më të thjeshtë për ta shpjeguar. Një vend që kam tendencë të filloj është kur unë vë re që mënyra që njerëzit tregojnë për ndarjet ose njëjësitë shoqërore, në rastin konkret në Shqipëri, domethënë për dallimin dialektore, gegtosk. Mënyra që njerëzit e tregojnë këtë si ka mos përputhshmëri me atë çfarë dëgjoj në të folur të njerëzve. Edhe përpiqem të gjej çfarë po ndodh aty, që mënyra që njerëzit tregojnë ndarjen dialektore nuk i përket praktikës konkrete, ose jo 100%. Dhe në studim, një nga studimet e mia, unë jam marrë me Shqipërinë e Mesme si një zonë, jo doj mos në sensin e Tiranësit të vjetër, po edhe në sensin modern të Shqipërisë së Mesme, që tani Shqipëria e Mesme është bërë qendra ekonomike, politike, arsimore të vendit, edhe si fillon edhe dallohet si zonë,
për këtë arsye, nga gegëria ose toskëria ose nga jugu, nga veriu. Edhe unë pyes njerëzit çfarë mendojnë për këtë, po pastaj edhe vëret çfarë formash gjuhësore po përdorin në të njëjtin kohë. Sepse dikush mund të thotë që po në Shqipërinë e Mesme nuk flitet gegërishtja, se ke njerëz që thonë këtë gjë, edhe pse teknikisht dialekti i Tiranës është gegërisht. Thonë jo, nuk flitet. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh sepse imazhi i Shqipërisë së Mesme nuk i përket imazhit të gegërisë. Edhe kështu që kur ka këtë mos përputhshmëri, njerëzit thjesht e fshehin ato forma gjuhësore gegërishte që dëgjojnë ose nuk i dëgjojnë fare, edhe thonë jo nuk është gegërisht sepse kjo është një zonë moderne, kurse gegëria është një zonë që i përket traditës, lashtësisë, edhe kanë këto vlera të tjera që lidhen me të zonë. Po nga se mendon se vjen kjo lloj mos përputhshmërie? Nuk mendoj që është një gjë e vetëdijshme në radhë të parë. Nuk mendoj që njerëzit rrinë dhe mendojnë si të fshehin në sensin që realisht nga ana perceptuale mund të mos dëgjojnë forma të tilla, sepse në skemat e tyre të ndarjes gjuhësore, realiteti është i tillë që ka 3 zona në Shqipëri. Edhe në fakt edhe në praktik ka mundësi që kjo po ndodh, sepse gjuha është një gjë në ndryshim e sipër. Gjithmonë është në ndryshim. Edhe dinamikët e Shqipërisë së Mesme ku ka shumë fluks njerëzish që vinë, ka përzierje të fortë dialektësh, mund të sjell një formë gjuhësore ose një farë dialekti ose e folmja që përzien aspektet e gegërishtës dhe toskërishtës në mënyrë që njerëzit edhe në një farë mënyrë e kanë të drejtë, që thonë që kjo është dialekt me vetme, kjo është diçka ndryshe nga gegëria, nga gegërishtja. Gjatë kohës që përgatitesha për të podcast, një nga idetë më provokuese që lexova në lidhje me antropologjinë gjuhësore dhe me lingvistikën ishte që gjuha jo vetëm e përshkruan botën rreth nesh, por në një farë mënyrë edhe strukturon mendimet tona dhe ato çfarë ndjejmë. Ju ka ndodhur të hasni prova të kësaj në gjuhën shqipe? Mendoj që kjo teoria e relativitetit gjuhësor ka në thelb një marrëdhënie midis gjuhës dhe botës. Domethënë, sa është bota e pavarur nga gjuha, edhe sa është gjuha që e bën botën. Dhe përgjigjja është më shumë që shkon në të dyja drejtimet. Sepse ne kemi një botë reale përballë, po na vjen pak si jo 100% e përcaktuar. Është një shembull shumë i thjesht, po në gjuhën shqipe ti ke fjalën këmbë, që në anglisht përkthehet edhe në leg edhe në foot. Kjo është një çështje perspektive, këmbështrimi, domethënë si e shikon ndarjen e trupit, edhe pjesët e tjera të trupit. Kështu që bota e ndahet me anë të gjuhës në disa lloj mënyre. Por kjo nuk do të thotë që një person që e ka shqipen si gjuhë anëtare nuk e di se çfarë është një foot. Domethënë, nuk është që gjuha e kufizon 100% në mënyrë që nuk mund të mendojë ndryshe, mund të kanalizojë vëmendjen në një farë mënyre, edhe perceptimin, po nuk është që të burgos brenda një skemë kaq rigjide sa nuk mendon dot jashtë saj. Sepse raporti që më intereson mua më shumë në fakt është gjuha me shoqërinë. Si krijohen struktura shoqërore me anë të gjuhës, me mënyrën që flasim. Edhe po të thoj edhe këtë që parë që një grup tjetër fjalesh që mund të jenë interesante për krahasim janë fjalët për farefisin ose familjen, domethënë që në anglisht ti ke fjalën ant, edhe në shqip kjo është tezja, halla, nusje dajes, nuk e dëgjajt. Janë të gjithë. Po nuk është që unë nuk mund të kuptoj këto koncepte, sepse gjuha nuk është barës me konceptin, ka një marrëdhënie më dinamike midis njëri tjetrit. Po jam kurioz pse ndodh ky ndryshim, domethënë në gjuhë të ndryshme kemi këto lloj dallimesh. Për shembull në anglisht ti përmendë që ant është një fjalë që përdoret për të përshkruar dhe tezën dhe hallën ose xhaxhait, ose dajes. Ndërkohë që në shqip kemi fjalë të ndryshme, nuk e di, po marr kot si shembull. Më kujtohet tani në kinezisht ka fjalë të ndryshme, motra e madhe, motra e vogël, vllai i madh, vllai i vogël, ndërkohë që në shqip kemi dhe në anglisht kemi vetëm motra dhe vllai. Çfarë ndodh nga një shoqëri te një tjetër që ndryshojnë këto emërtime? Mendoj është pikërisht kjo që gjuha edhe projekton edhe reflekton ndarje shoqërore që kanë rëndësi për njerëzit. Tradita, role që luajnë njerëzit në jetën e njëri tjetrit, marrëdhënie kryesore që janë. Për shembull, nëse ke njerëzit e mamit e ke njerëzit e babit, është e rëndësishme në shoqërinë shqiptare.
Jo sepse nuk e kemi dhe ne, po rolet që janë caktuara janë pak e ndryshe. Dhe kjo sjell në vetvete dhe e ndarje gjuhësore përkatëse. Duhet ndalojmë pak tek pjesa juaj politike, domethënë për njerëzit që nuk e dinë, jeni përveç se studiuese e gjuhës, jeni edhe një zë goxha e qartë politik, kundër luftës, kundër shfrytëzimit, dhe nëse do guxoja thosha jeni në goxha në të majt të spektrit politik. Shpresoj mos ta kem gabim këtë. Duhet ju pyes në lidhje me një fenomen që ndodh në Shqip, kur kemi një fjalë që shpreh ide të ndryshme, dhe sidomos në lidhje me anën politike. Për shembull, unë jam veti majt dhe kam të vështirë ndonjëherë të flas ose të shkruaj për çështjet e punës, sepse ne kemi vetëm një fjalë, punë. Domethënë është puna job, është puna labor, është puna edhe si punësim employment. Çfarë ju thot kjo juve si antropologë gjuhësore? Domethënë është problem real apo mos ndoshta thjesht po i vendos unë gjuhës pa dashje kategori që ndoshta nuk i takojnë? Do të kthej me një pyetje si fillim. Okay. Ti thua në Shqip ka vetëm një fjalë për disa koncepte. Po ti kupton ato koncepte të ndryshme apo jo? Ekzistojnë për ty edhe pse në gjuhën shqipe. Sepse nuk është forma e fjalës vetëm që përcakton kuptimin. Kuptimi i gjuhës në fakt faktori më së kryesor është konteksti. Edhe në kontekst, ti e kupton që po flet për labor, po flet për job, e gjëra të tilla. Do të thënë është konteksti që e plotson. Dhe ideja që duhet kemi një fjalë për një koncept buron në fakt nga iluminizmi, edhe idetë që gjuha kryesisht ka funksionin për debatet racionale në hapësirë publike. Edhe ka qenë një projekt në fakt që e zhvesh gjuhën në shumë mënyra nga shumë llojshmërinë e funksioneve që ka. Sidomos që gjuha jo vetëm përshkruan atë çfarë ka ekziston tashmë, po edhe krijon. Domethënë edhe sidomos krijon realitete shoqërore. Dhe shpesh herë kuptimi kryesor kur flasim është një kuptim si po lidh veten me ty që po flasim bashkë, ose si po ve veten në kundërshtim me ty që po flasim bashkë. Edhe gjithë këto shtreset e tjera kuptimore, sidomos nga procesi i shkollimit, na bëhen si gjëra të pa dëshiruara që ka gjuha, gjëra që përpiqemi të largojmë që të kemi debatin racional kryesor. Kurse gjuha nuk është e tillë, është një mjet për të krijuar realitetin aq sa është për të reflektuar realitetin siç është. Dhe njësia e fjalës është vetëm një njësi gjuhësore që mbart kuptimin, po ke intonacionin, ke kontekstin siç thash. Kush është këtu në këtë ambient? Si është ambienti fizik? Të gjithë këto plotësojnë kuptimin e fjalës dhe kjo është shumë normale, nuk është një mungesë në gjuhë, është edhe një hapësirë për kreativitet. Unë i dëgjoj shpesh në fakt në Shqipëri kjo ide që shqipja është e varfër. Shqipja nuk ka mjaftueshëm fjalë. Dhe në radhë të parë vetë njësia e fjalës nuk është një gjë e vendosur në shkencë, në fakt. Ke një fushë të tërë të gjuhësisë që quhet morfologjia, që merren me pyetjen çfarë është një fjalë. Ku ve kufit e fjalës e para. E dyta, fjala nuk është diçka që mund të numërohet. Ti nuk mund të numërosh sa fjalë ka një gjuhë. Kjo është një projekt i imagjinatës popullore, jo i shkencës. Ose i shkencëve që nuk janë gjuhësia, ekonomistët edhe fushët e tjera. Edhe prap e zhvesh gjuhën nga funksionet e tjera që ka, kuptimet që vijnë nga gjithë sinjalet e tjera të gjuhës. Po mendoj, për shembull, një që kam dëgjuar një herë, ishte dikush që më thoshte, po, si thuhet në shqip grief? Në atë parë unë them zi. Por ajo është ndjerë sikur shqipja nuk e mbart këtë kuptimin. Pastaj sepse zia lidhet me një kontekst saktuar kulturore në Shqipëri, një praktik, një zakon në lidhje me ndryrimin nga jeta të një personi. Edhe lidhje që ka në anglisht është tjetër, por çdo fjalë ka këtë lloj bagazh që e sjell me vete, edhe nuk i heq dot fjalës bagazhin shoqëror që sjell. Ne përmendëm pak që ju jeni dhe mësuese e jogas. Personalisht, unë jam pak skeptik në këto praktikat e mindfulness, të meditimit, dhe duhet të pyes si e shihni këtë tension, se ideja e udhëtimit brenda vetes, e transformimit individual, tingëllon pak në konflikt me këtë gjën tjetër që ti promovon, më thënë përpjekjen kolektive, ndërgjegjësimin e
në lidhje me të përbashkëtën, domethënë si e shihni këtë tension ose marrëdhënie, sido që mund ta quajmë. Ke të drejtë që je pak skeptik, ashtu duhet jesh, sepse shumë nga kultura wellness vërtet është bërë pak narcisist, do thoya, në sensin që ka kaq shumë seks tek vetja, sa në fakt mendoj që hum komplet idenë e vërtet të shpirtërores, që është emancipimi vjen kur ti e kupton që nuk je e ndar nga të tjerët, nga krijesat e tjera, nga çdo gjë në këtë botë që ka jetë, natyra, njeriu, e kështu me radhë. Kështu që në një rrugëtim shpirtëror që unë e quaj të vërtet, patjetër që ti mendon për të tjerët, nuk mendon vetëm për veten tënde, sepse kupton që vujtja e tjetrit është edhe vujtja ime është edhe vujtja e tjetrit. Kjo është në një rafsh këtu shpirtëror, mase jo doj mos në rafshin psikologjik. Edhe kështu që në këtë sens, fakti që aktivizmi politika punon për të sjellë mirëqenie të përgjithshme, le të themi, për të gjithë, për të emancipuar njerëzit, e shoh që nuk janë kontradiktore, edhe pse praktika konkrete ke të drejtë në këto botët e wellness shpesh herë është bërë pak individualiste, sepse është pjesë e kapitalizmit dhe kapitalizmi ka këtë tendencë e merr diçka e thith brenda edhe përdor për arsyet e veta. Domethënë yoga si praktik mund të jetë edhe politike. Po, unë mendoj që po. Unë mendoj çdo gjë mund të jetë politike për sa kohë që shteti, korporata, tregu përpiqen të kontrollojnë. Por mund të thuash që është politike në sensin kërkon emancipim, edhe kur ti emancipohesh në rrugën shpirtërore është sepse ti kupton që je pjesë e gjithçkas që të rrethon. Edhe kjo për mua në një botë kaq individualiste që vazhdimisht të inkurajon të mendosh për veten, të shikosh punën tënde, të kërkosh arritje vetjake, kjo është politike. Ndonjëherë kritikohet si kulturë që ju thot njerëzve të përshtaten me stresin, me problemet që i rrethojnë. Nuk e di se do i përgjigjesh kësaj. Kam punuar për para disa vitesh në një korporat dhe brenda asaj ofrohej të bëj edhe praktika të ndryshme të yogas dhe më duke pak e çuditshme që ndërkohë që ti mund të jesh i pakënaqur me pagesën, me kushtet e punës, të japin këtë gjë tjetër për t'u qetësuar. Po, jam dakord që ka një kontradikt aty. Qasja ime, le themi, është jo që të përdorim jogën që të harrojmë ose të arratisemi, po që të jemi në gjendje që të mund të luftojmë, që të mund të kërkojmë ato ndryshimet shoqërore që na duhen. Domethënë, sepse në moment ti mund të jesh stresuar, mund të jesh e hallakatur, joga mund të ndihmojë të blidhesh, domethënë që të qetësohesh edhe pastaj ti je më në gjendje që të jesh në shërbim të komunitetit. Edhe gjithmonë për mua duhet të ketë edhe këtë pjesë të je në shërbim të diçkas për te vetes si pjesë e rrugës shpirtërore. Jam kurioz pse mendon se e bëjmë këtë gjë, sepse e bëjmë me jogën, me praktikat shpirtërore, e bëjmë me artin, me filmin, me letërsinë, e bëjmë dhe me besimet fetare që në një farë mënyrë sikur i zhveshim nga ajo pjesa e tyre e rrezikshme dhe i paraqesim thjesht si një gjë e bukur, estetike për t'u qetësuar dhe i heqim të gjithë të aspektin politik. Mendoj masa e aspekti politik, kur e shohim aty, e djem atë përgjegjësinë që kemi. Edhe kjo është e parahatshme për ca njerëz, të ndjejnë përgjegjësinë që mund të kenë ndaj shoqërisë, ndaj të tjerëve, kur janë në moment të pafuqishëm, sepse ndonjëherë kemi përgjegjësi për të vepruar, për të ndihmuar, por nuk bëjmë dot. Unë jam për idenë që duhet të qëndrojmë të paktën me përgjegjësinë, edhe në momente që nuk bëjmë gjë. Pastaj, siç thash që parë me kapitalizmin që e thith brenda çdo gjë, përfshi dhe jogën, edhe e krijon një imazh për të që është në përputhshmëri me vlerat e kapitalizmit e individualizmit. Dhe prandaj duhet të kemi mbase edhe dije historike, sepse unë mbase nuk do kisha kuptuar këtë pa patur formimin që kam akademik, domethënë antropologjia studion strukturët e pushtetit, ka një qasje historike që ti shikon një koncept jo vetëm tani, po si ka ardhur deri tani, si me punën e fjalëve që thash që parë. Jeni studiuese, mësuese yoga, zë politik,
dhe po I bëni të gjitha këto si një amerikane që jeton larg vendit të saj. Ndihesh ndonjëherë e tërhequr midis këtyre botëve, domethënë sikur secila prej tyre të kërkon në anën e saj, dhe cili është komuniteti yt, domethënë komuniteti të cilit I flet realisht. Po, është vërtet e ndjej të tërheqjen herë këtej, herë andej, domethënë edhe si, po për mua këto gjëra të ndryshme që merrem ka një logjik pse shkojnë bashkë. Mendoj vetë koncepti I komunitetit na është bërë më shumë një fjalë për të shënuar një grup që konsumojnë të njëjtat gjëra, sidomos në këtë modernitet urban. Por mbasaj flas më shumë për grupet e jogës, se aty kam më shumë kontakte drejt për drejt, domethënë. Në mënyrë që të paraqes një çështje tjetër, le të themi, që është më bazuar tek vlerët sesa është tek konsum I përbashkët ose tek arritjet vetjake, eksplorim të vetes, po një eksplorim të vlerave shoqërore që mund të kemi të përbashkët. Domethënë, kështu që mbase është pak projekt që ose çështje që projekton një komunitet që nuk është që ekziston akoma, po përpiqet të tërheqë njerëzit që mund të shikojnë gjërat në të njëjtin mënyrë. Ka diçka që je duke punuar aktualisht ose planifikon të merresh? Unë jam në një moment tani që mbarova doktoraturën në shtator, edhe jam pak si në një pauzë, duke prezantuar ato që kam bërë në doktoraturë, po në të ardhmen jam çuditëm më shumë më interesuar për mënyrën që socializojmë fëmijët me anë të gjuhës, sepse një pjesë e disertacionit kishte të bënte me këtë stereotipin për që thonë që ka zë të trash ose të holl, edhe si lidhet me tonin e zërit, si një sinjal akustik. Kjo është diçka që fëmijët mësojnë edhe para se të arrijnë në moshën e pjekurisë, që mund të thuash, okay, po njëri ka tonin e zërit më të ulët sepse ka trupin më të madh, për shembull, ose trupin më të vogël dhe tonin më të lartë. Kështu që po interesohem pak edhe për këtë pjesën, si socializojmë fëmijët në rolit gjinore me anë të zërit. Nuk e di si do vinë gjërat, po është akoma duke bluar tek mendja ime. Shumë interesante. Doja që të flisnim prapë në një episod tjetër vetëm për këtë gjë. Okay. Shumë faleminderit. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Ky podcast mbështetet nga Abi Bank.